prishja e pazarit bëri që dolën këto përgjimet në publik. Dhe nuk kanë dalur të gjitha. Një pjesë e tyre, po çfarë tregon kjo pjesë? Nuk tregon të vërtetën. Po cila është e vërteta? Pikrisht video skandalin që përfshin godinat e drejtësisë së re. Dhe për këtë arsye, SPAK-u vepron kundër Edi Ramës. Pra, fakti që një person I cili dyshohet për veprimtari kriminale bën që SPAK-u të ndërhyjë të mbrojë veten e vet. Dhe emrin e vet në sy të publikut. Prandaj mos shikoni këtë si një afrim. Po, është një afrim sepse kaseta amerikane është shumë e rëndësishme kjo, kërkon që në një moment kur në parakalim është marrë nga shqiptarët, është moment që të instalojnë ata vetë drejtësinë atë që atë duan, që mos ketë vendi destabilitet, të ketë luftë kundër korrupsionit realisht, edhe luftë kundër krimit organizuar. Prandaj në këtë situatë do të kemi përplasje, dhe të përplasje do të kemi viktima. Viktima do të jenë politikës. Pse? Sepse Altin Dumani mbushi autobuzët me opozitarët, dhe tani mbetet autobuzi me qeveritar, autobuzi me biznesmen, autobuzi me ortak të pushtetit ekzekutiv dhe ekonomik, dhe këte autobuz momentalisht po përpiqen Shtetet e Bashkuara të Amerikës në momentin kur kanë humbur drejtimin ta vendosin në funksion, po jo se kanë vendosur në funksion. Këtë nuk dua të zhgënjej njerëzit. Pra, ta vendos në të ardhmen në funksion. A do të jetë I aftë zoti Braho të shkojë dhe të marrë librin e shënimeve të procedimeve penale në kryeministri dhe bashkë me atë që e shënon dhe e ka aktualisht në kryeministri librin që zoti Dumani ja kalon? Kjo është aftësia. Aty do shikojmë a do mbushet autobuzi me këto emra që unë citova. Në këtë rast, duke mbetur te Ergyll Sagasi, si është e mundur që është ndërtuar një strukturë e tillë kriminale, pra gati një shtet paralel I cili komunikon me shtetin e Edi Ramës dhe bën lidhjen mes Edi Ramës dhe krimit organizuar dhe ndërhyn për t'u caktuar dhe për t'u dhënë tendera personave me të cilët ndajnë përfitimet. Në këtë rast, me çfarë kemi të bëjmë me një strukturë kriminale, kemi të bëjmë një shtet paralel dhe a do ta fundos kjo gjë Edi Ramën nëse hapen dosjet e tjera, pra folderet e tjera që ka SPAK-u të Ergyll Sagasit, I cili kishte filmuar drejtor, deputet, ministra, ndoshta edhe vetë Edi Ramën, që mund të ketë shkuar në takimin me të. Atëherë ne duhet të vendosim një dakordsi. Dakordsia jonë është kjo. Ti marrim me radhë që njerëzit mos na psojnë ndonjë konflikt në mendim dhe pastaj nuk del ashtu siç duhet rezultati. Së pari ju folët për pjesën e një shteti paralel. Më fal, me 83 mandate. Po sigurisht do ke shtet paralel kur ke polici partie. Pra, policia e shtetit nga 2021. Ju po thoni që votat I solli në kutinë e votimit krimi organizuar për Edi Ramën. Votat në Republikën e Shqipërisë janë bler parë se të shkojnë qytetarët të votojnë. Sepse në momentin e votimit, qytetarët shkojnë bën veprimin që është hedhja e fletës në kutinë e votimit. Pra për këtë duhet jemi realist. Puna është në rast se kanë bashkëpunuar të 7 komisionerë duke mbush kutit, do thotë që një dorë njeriu ka bërë këtë veprim dhe jo se ka bërë pushtetin qendror. Pra në qendrat e votimit ka ndodhur kjo gjë. Pastaj, në rast se ju më thoni që këtu kemi të bëjmë me një shtet paralel dhe kualifikimi I veprës penale është krimi organizuar dhe organizat kriminale, këtu kemi të bëjmë me një goditje në aspektin politik të formulimit të akuzës ndaj funksionarëve publik. Dhe tani këtu duhet më pyesnit, a ka moral Partia Socialiste dhe zoti Rama
që kundrejt këtyre akuzave mos të përgjigjet ai vetë, se s'ka pse zoti Rama ta fajsojmë ne për gjithçka. Ai është i pafajshëm. Nuk ka pse ne ta vendosim atë gjithmonë në tabelën e akuzave. Është i pafajshëm. Por lind pyetja e thjeshtë. A ka moral Partia Socialiste dhe ata të cilët sot krenohen për arritjen e mandatit të 4? Në rast se këto lajme janë të vërteta, pra Partia Socialiste nuk pas ka marrë vota ashtu siç duhet, pra pas ka marrë vota me manipulim duke përdorur banda, krimin organizuar, të gjithë instrumenta shtetërore, policinë e shtetit që ka shndëruar në policinë private. Pra, ky është treguesi qartë. Po, të paktën opozita kështu pretendon, madje dhe është përshkruar në një farë mënyrë në raportin OSBE-Odirit. Po edhe unë atë pretendoj, por puna është unë doja që mos ta besoja kështu. Dhe unë nuk është se e besoj kështu, e besoj akoma më e tmerrshme se kaq. Por nuk dua të flas më shumë, se nuk ka kuptim, sepse unë nuk është se jam pjesa aktualisht e një partie politike. Por mund në të ardhmen të bëhem. Por puna është kjo. Çfarë duhet? Ne duhet të kuptojmë diçka shumë serioze. A jemi ne si shoqëri gati të ndëshkojmë politikisht përmes votës dhe jo vetëm juridikisht politikanët të cilët kapen dhe akuzohen në flagrancë njerëz të cilët janë në mbiqyrjen e tyre politike? Sepse Akshi është në varësi të kryeministrit. Zëvendës kryeministria është në varësi të kryeministrit. Drejtoresha e përgjithshme e kadastrës është në varësi të kryeministrit. Pra, drejtori përgjithshëm i policisë është në varësi të kryeministrit, pavarësisht se ka atë nivel që themi në politikë të ministrit të brendshëm. Pra, në rast se marrim këto 4 institucione që janë një të rëndësi të veçantë, do kuptohet qartazi që si ka mundësi zotëri që këto 4 institucione të jenë të përfshira në afera të korruptive dhe të citohen si grup të strukturar kriminal. Pra, do të thotë që politikisht ti do të mbash një përgjegjësi përderisa nuk mban përgjegjësi penale. Se s'ka pse të akuzosh ti penalisht. Pra, ne duhet kuptojmë si shoqëri që po këto pretendime të zotit Rama qëndrojnë apo jo. Pra, nuk mundet zoti Rama të dalë viktim edhe në aspektin politik, edhe në aspektin juridik. Pra, të paktën zoti Rama politikisht duhet thotë, unë i shkarkoj me njerëz se ne nuk do bëhemi zyra avokatisë kundër këtyre personave të cilën akuzohet nga drejtësia, gjithmonë këtë mos e harroni si fakt. Dhe duke marrë këto rrethana, ne shikojmë qartësi që nga analiza juridike dhe penale nuk del e qartë çfarë konkluzion në të cilën zoti Rama do të përcjellë tek njerëzit. Sepse nuk mundesh ti të kesh një shtet paralel që në njëra anë goditet nga hakerimi të Iranit. Pra, ishte Irani, apo ishin tanët edhe bënë si kush ishin Iranian? Se lindi pyetja tani. Ose lindi shumë pikë pyetja. Po, ka shumë pikë pyetje ai rast. Një morë ka këta informacion socialist dhe Rama ishte i krenuar. Lindi pikë pyetje. Pra Rama vetë dinte kush e ka nxjerrë, po thjesht duhet t'i mbronte politikisht. Pse shkuan spakistët këtu, kujdes, dhe shkuan edhe sekuestruan lapsin dhe nuk janë banë të shkojnë të Partia Socialiste, atyre prokurorëve që i mba Rama me video. Më kupton? Pra, ndërkohë që lapsi nxori një skandal shumë të madh sa i përket patronazhistëve. Mund të Partia e Pushtetit shkojnë, t'ja arrestoja gjithë, t'ja merr gjithë, sekuestrojnë çat kishin çat mos kishin aty. Dhe prokurorët të pëvarur po ansh. E kupton? Vajtën ku? Te lapse. Pra, e kuptoni ju në cilën drejtësi jemi? Që janë në pengmarrje ata atje? Dhe në pengmarrje marrin në peng një jetë të tërë të shqiptarëve, si janë me probleme mendore. Ju e dini që ka gjykatës të cilët janë probleme mendore në gjykatat tona, por edhe të zakonshme të posaçme, por edhe të brenda prokurorisë të zakonshme të posaçme. Ka probleme mendore flasim, jo, me mendore, flas seriozisht. Të dy personave ja kanë pamë kartelën, ka një kartel lere, unë abitem se janë aty brenda. Pra, e kuptoni në cilën situatë jemi? Prandaj po ju them,
që ajo që unë po shikoj është kjo që njerëz të cilët janë me probleme të shëndetit mendor na bëjnë edhe ne sikur edhe ne të gjithë së bashku me ta jemi pjesë atij sistemit apo të shëndetit e tyre të shmendërisë, të cilët i ka llaktarisur nga pushteti dhe ajo që është nepotizmi i cili ekziston në institucionet shtetërore. Se tani është shumë e çuditshme që një ndër prokurorët e SPAK-ut duhet të mbrojë njerëzit e tij të cilët i kanë në institucione shtetërore, që qeverisin nga pushteti ekzekutiv. Avokat. Sepse në Shqipëri nuk jetojmë me shtetit. Avokat, a mendoni se Ergys Agasi, për rasti i Ergys Agasit, mënyra e funksionimit, skemës kriminale që ndiqte e tjera me radhë dhe lidhjes që bënte mes tij Edi Ramës dhe krimit organizuar, do t'jetë fundi i Edi Ramës pasi pjesën korruptive e kuptojmë, por a do ta përtypin dot shqiptarët pjesën e lidhjes direkte të Edi Ramës me krimin organizuar nëse faktohet që ai ka pasur një lidhje të drejtë për drejtë me element të krimit organizuar? Të im realiste kjo, nuk besoj se kjo ngjarje do të shkoj ashtu siç duhet të shkoj deri në fund. Por unë mendoj se kjo ngjarje do interpretohet nga secili në mënyrat e tij. Pra, pavarësisht se kemi një gamë të tërë ngjarjesh që nuk kupton qartëzi që kur ekziston palishmëria, nuk ka rëndësi kush është niveli më i lartë apo më i ulët, por mjafton thjesht në aspektin politik mbapërgjithësi, ndërsa në aspektin penal i dërgon të tjerët përpara gjykatës, por ajo që ne duhet të kuptojmë është kjo. Apo vjen momenti që institucionet ndërkombëtare duhet të marrin në drejtimin e tyre juridik dhe politik, do të thoja, masa kundrejt atyre të cilët abuzojnë me përdorimin e krimit organizuar në politikbërjen e brendshme në Shqipëri. Sepse kjo nuk është thjesht një ngjarje e thjesht kur një djalë apo një njeri apo një burr apo një grua përfshihet në veprimtari kriminale, apo dyshohet që ai edhe grupi i tij përfshihet në veprimtari kriminale. Nuk është një konflikt privat të cilin shteti vjen edhe normon kufizime, po është pikërisht funksionar apo njerëz të cilët kanë përfunduar nga funksionet shtetërore dhe nga aparat publike që përdorin institucionet kushtetuese, institucionet ligjore për përfitime personale dhe duke përfshirë veten e tyre si të akuzuar në grupe të ndryshme kriminale.